Përshëndetje të nderuar televizionistë të RTV Islam. Do të jemi bashkë në emisionin Drejt rrugës së vërtetë. Deri në momentin e cili siftarët unë do të shoqëroj me disa tregime. Ditën e djeshme ne folëm për historinë e Nuhut alayhis salam. Nuh alayhis salam, njihet si një nga profetët më të duruar. Ai jetoi për 1000 vite dhe gjatë kësaj periudhe arriti që të thirrte vetëm në rrugën e drejtë vetëm 80 njerëz. Ai bënte një punë shumë të lodhur, kishte një durim shumë të madh për popullin e tij, gjatë gjithë kohës. Në momentin që ai thirrte njerëzit, e godisnin, ofendonin, shanin. Njerëzit janë 5 lloje për nga niveli i fesë. Lloji i parë janë ato njerëz të cilët falen dhe agjërojnë, por nuk kanë asnjë ndryshim në sjellje. Lloji i dytë janë ata njerëz të cilët falen dhe agjërojnë, por në të njëjtën kohë kryejnë gjunahe shumë të mëdha. Lloji i tretë janë ata njerëz që kërkojnë të jenë sa më pranë Zotit. I katërti janë ata që janë sa më përkushtuar dhe duan që dhe shokët e tyre të jenë përkushtuar, ndërsa lloji i pestë, i cili është shumë i pakët, është ai lloji i cili do të arrijë kënaqësinë e Zotit. Ne tregojmë historinë e Nuhut alayhis salam me qëllim që të arrijmë të jemi nga lloji i pestë dhe të jetojmë për fenë e Zotit ton. Nëse dëshiron të jetosh për Zotin, kape Kuranin tek sura Nuh dhe lexo: Ne dërguam Nuhun tek populli i tij, që të tërheqë vëmendjen para se të vijë dëshkimi i dëmshëm. Ai u tha: O populli im, unë jam për t'ju tërhequr vëmendjen. Adhurojeni Zotin, keni frikë atë dhe më bindni mua. Ai do ju fal gjunahet dhe do ju jap afat deri në një kohë të caktuar. Pasi kur të vijë afati i caktuar, ai nuk mund të shtyhet nëse e dini. Dhe tani, dialogu zhvillua mes Nuhut dhe popullit të tij. Kurse po të shohim në ajetin e 5, do të shohim se dialogu fillon të zhvillohet mes Nuhut dhe Zotit dhe flet për periudhën pas 950 viteve, ku Nuh alayhis salam doi të ndihej i lodhur. Gjatë gjithë jetës së tij, qëllimi i tij nuk ishte qenë vetë se Zoti të ishte i kënaqur me të. Ajetet e mëposhme sikur tregojnë që ai e paraqet Zotit raportin e punës së tij në gjithë ato vite. O Zoti im, unë ftova popullin tim natën dhe ditën, dhe ftesa ime vetë se u ashtoi largimin. Megjithatë, aktiviteti i çdo njeriu kryhet ditën. Nuh alayhis salam më parë përmendi natën, sikur me këtë dëshiron të thotë se unë edhe natën nuk kam rreshtur së ftuar i popullin tim. Nuk kam pasur kohë për të pushuar dhe për të rahatuar, nga që gjatë gjithë kohës i ftoja e nuk e kuptoja nëse është natë apo ditë. Po nga ne, a ka ndonjë që është si Nuh alayhis salam? Dhe sa herë që unë i ftoja ata për t'ju falur mëkatet, ata i vinin gishtat e tyre në vesh dhe mbulonin kokat me teshat e tyre dhe vazhdonin në atë të tyren me një mendje mallësi të fortë. Çdo njeri prej nesh i ndodh që të ketë dëgjuar ndonjë fjalë apo ligjërat e cila e ka bërë përshtypje dhe këtë dëshiron që t'ua transmetoj të gjithëve. Për këtë, ndjenjë të mos e kemi gjithmonë, përse të mos refuzojmë fuqi të brendshme të cilat i harxojmë, por të treguar njerëzve rrugën e drejtë. Përse të mos jemi nga ata që i përdor Zoti për të përçuar mesazhin e tij në tokë. Gjëja më ëmbël me të cilën të nderon Zoti është kur të duash dhe të punosh udhëzimin e të tjerëve në rrugën e drejtë. Njerëzit sot shohin pasurinë si mirësi të madhe, por jo, mirësia më e madhe është kur ti punon për të udhëzuar të tjerët në rrugën e Zotit. Të tillë ishin shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Tufail ibn Amr ishte nga fisi Deus në Yemen. Ai erdhi në Mekë dhe u takua me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe pas një bisede me të pranoi Islamin. Më pas i tha: "Më urdhëro që të veproj diçka të mirë o dërguari i Zotit." Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha:
të urdhëroj që të kthehesh te populli yt dhe t'i ftosh në Islam. Periudha që kishte ndenjur me profetin sallallahu alaihi wasallam ishte vetëm një gjysmë ore e tani do të shkonte në Yemen për të folur njerëzve të tjerë rreth Islamit. Ajo që mësoi nga profeti gjatë gjysmë ore ishin se Zoti i cili meriton adhurimin është një dhe i vetëm, se ai kishte dërguar një njeri me emrin Muhammed, i cili ishte dërguar i tij për udhëzimin e njerëzve, dhe për njerëzit e mirë do të ketë xhenet dhe për të qinjt do të ketë xhehenem. Besimtarët do të hyjnë në xhenet, kurse jo besimtarët do të hyjnë në zjarr. Vetëm kaq mësoi rreth Islamit dhe urdhëroi dhe udhtoi për një Yemen. Pas këtij takimi nuk takohet me profetin sallallahu alaihi wasallam vetëm pas 12 vitesh. Pas 12 vjetësh, kur kishte përfunduar betejë e Bedrit, ajo Uhudut, e Hendekut dhe profeti sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij po ktheheshin nga betejë e Berit pa nga larg pluhur të shumt që kishin mbushur horizontin. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam pyeti se çfarë ishte ai pluhur, i thanë: "Është Tufejli që ka ardhur me gjithë fisin e vet, i cili ka pranuar Islamin." Po nga ne, a ka ndokush që thot se unë do jem shkak që i gjithë pallati apo lagja ku banoj të udhëzohet në rrugën e Zotit? Ky është qëllimi më i lartë në këtë botë. Nuk është synim i lartë që ti të martohesh, të lindësh dhe të vdesësh. Gjëja më e ëmbël në këtë botë është jetosh për Zotin dhe kjo të jetë ëndra më e madhe në jetën tënde. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam filloi të ftojë njerëzit e tjerë haptazi, u ndesh me Kurejshët, të cilën e pengonin që të lexojë Kur'an hapurazi. Abdullah ibn Mesudi thuhet se ka qenë shumë i dobët, saqë kur i zbuloheshin këmbët, shokët e tij qeshnin për shkak të se vetëm kocka dhe lëkura kishte mbetur. Kur pas se Kurejshët nuk pranonin që dëgjonin Kur'an, tha me vete: "Nëse këta refuzojnë të dëgjojnë Kur'anin, unë do të jem ai që do i bëj ta dëgjojnë." Kështu shkruan pranë Qabes dhe me zë të lartë fillon të lexojë Kur'an nga sura Er-Rahman. Kurejshët u grumbulluan rreth tij, hoqën në allanet dhe filluan ta godasin në kokë dhe ku të mundin. Shokët e tij shkojnë dhe nxjerrin me vështirësi nga kjo gjendje. Megjithëse rrithej gjak, ai u thoshte: "Për Zotin, do shkoj përsëri nesër të lexoj Kur'an." Të nesërmen përsëri shkoi dhe filloi të lexojë të njëjtën sure. Përsëri fillojnë Kurejshët që ta rrahin dhe përsëri ai betoi se të nesërmen do lexonte përsëri Kur'an. Po ne, përse nuk e kemi vallë këtë ndjenjë për Islamin? Me këtë nuk themi që të shkosh dhe të zihesh me familjen dhe njerëzit e tjerë, por këshilloj komshinjt, shokët dhe të afërmit. Moto e muslimanëve në betejën e Uhudit ishte: "Fe si feja jote dhe gjak si gjaku yt", që do të thotë se feja jote o Muhammed është feja jon dhe gjaku yt është gjaku jon. Atë që të keti në gjak, atë kemi dhe ne. Po ne vallë e kemi këtë moto. Vallë, sikur të na bëshin analizat e ADN-s, a do gjenin në gjenet tona të shkruar fjalën Islam. Umu Sulejme ishte një grua së cilës i kishte vdekur burri. Një muslimane në Medine, Ebu Tahla, shkon dhe i kërkon të martohej me të. Ai thot: "Mirë, për ti jo muslimane dhe dërguar i Zotit sallallahu alaihi wasallam, na i ka ndaluar të martohemi jo musliman." Ebu Tahla i tha: "Por unë kisha dëshirë të martoheshim. Unë nuk martohem me ty, veç se po t'jesh musliman", i tha përsëri ajo. Ebu Tahla u largua, por u kthye përsëri duke lutur. E çuditshme ishte se dhe ajo dëshironte të martohej me të. Kështu, kur i erdhi herën e dytë, i tha: "O Ebu Tahla, idhurin që adhuron, a nuk e gdhen filani?" "Po", i tha. Ajo përsëri e pyeti: "Po, nëse do hidhi në zjarr, a nuk do digjej?"
Sigurisht që po, I tha ai, është turp për ty që ke në mendje të shëndosh, të adhurosh diçka të tillë, I tha Sulejme. Atëherë Ebu Tahla tha, dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç një Zoti dhe se Muhamedi alayhis salam është I dërguar I Tij. Kur e dëgjoi këtë Sulejme, I tha, le të jetë Islami yt dhurata e martesës time me ty. Ne tregojmë historinë e Nuhut alayhis salam dhe këtë histori me qëllim që të na shtojë dashuria dhe puna në të mirë të fesë son, me qëllim që t'i duam njerëzit dhe t'u tregojmë se cila rrugë është e vërtet. Një nga betejat e muslimanëve me persët, komandanti I muslimanëve ishte Muthena ibn Haritha. Gjatë betejës Muthena ibn Haritha pa që krau I djathtë I ushtrisë ishte më I dobët. Fisi që mbante krahun e djathtë ishte fisi me emrin Benu Bekër dhe me sa dukej morali I tyre ishte I dobët. Persët, duke parë këtë dobësi në anën e djathtë, e përqendruan luftën në atë krah. Komandanti Muthena ibn Haritha shkruan një copë letër të vogël dhe u dërgon ushtarëve të fisit Benu Bekër. Në të kishte shkruar nga Muthena ibn Haritha, drejtuar Benu Bekërve. Dhe shkruan vetëm 3 fjalë të tjera: mos I zhgënjeni muslimanët. Thuhet se nga kjo ushtarët e atij fisi u kthye në luan dhe fitoria e muslimanëve u erdhi nga ana e tyre. E gjitha kjo vetëm nga këto 3 fjalë: mos I zhgënjeni muslimanët. O vëlla dhe motër, mos I zhgënjeni muslimanët. Me moralin dhe sjelljet tona sot ne po zhgënjejmë muslimanët. Një nga shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, Bera ibn Malik, thot, do të vdes vetëm kur Islami të jetë fuqishëm. E gjithë historia e Nuhut alayhis salam përqendrohet në këtë pikë. Në ajetet e mësipërme, Nuhu alayhis salam tregon se shkaku për të cilin I ftonte në rrugën e drejtë ishte që Zoti t'u fal gjunahet. Megjithatë, kur fliste Nuhu, ata I mbyllnin veshët me gishta me qëllim që të mos e dëgjonin. Kur pa Nuhu që mbyllnin veshët për të mos e dëgjuar, filloi të flasë me shenja. Atëherë, ata filluan mbulonin fytyrën dhe syt me rrobat e trupit. Nuhu alayhis salam duroi për 950 vite rresht dhe nuk u thye. Ky është një mësim I mirë për të gjithë ata të rinj dhe të reja që thonë se është e vështirë të ruash deri në këtë kohë. Nuhu alayhis salam duroi për 950 vite. Zoti I ka caktuar moshat e umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga 60 deri në 70. Kjo për shkak se nuk mund të durojnë më gjatë. Duro dhe ti o vëlla dhe motër në këtë botë, se do gjesh qetësinë tënde që të ka munguar në botën tjetër, në xhenet. E gjitha kjo nuk do të thotë që këtë botë ta hidhin pas shpine, jo, por ta kemi në duart tona dhe jo në zemrat tona. Më pas, unë I ftova ata haptazi, unë u lodha me ta dhe përdora të gjithë mundësitë dhe metodat. 24 orë vazhdova t'i ftoj dhe t'i lusë që t'i kthehen rrugës tënde o Zot, kurse ne sot argjojmë orë të tëra para televizionit, nga njëra ndeshje në tjetrën, nga njëri film në tjetrin, nga njëra telenovel në tjetrën. Megjithatë, ai ose ajo janë 25 vjeç akoma, vazhdojnë të shohin Tarzanin me bëmat e tij. Dikush tjetër interesohet për modën e fundit, si dhe ku të blej rrobat e tij e kësaj vere. Jo vëlla, 60 vitet e jetës janë shumë pak dhe kalojnë shpejt. Prandaj, mos I harxho në këtë mënyrë. Duhet patjetër që të mësosh Kur'an dhe t'i kthehesh rrugës së Zotit. Dita është 24 orë, nga të cilat të paktën 8 prej tyre I ke gjumë. 8 orë janë çereku 24-s. Dhe kjo do të thotë se çereku jetës tënde është gjumë. Çereku tjetër duhet të hash, të pish, të martohesh, të lindësh fëmijë e të tjerë. Ai që mbetet
është qereku i tretë, vallë, si do e kalosh atë? Do humbasësh apo do e shfrytëzosh për mirë? Më pas unë i ftova hapur dhe në mënyrë të fshehtë, kishte raste që i ftonte hapur dhe u fliste të gjithëve, kishte raste të tjera që merrte disa persona dhe u fliste fshehur azimënjan. Kjo gjendje e tillë vazhdoi për 950 vite. Ai ftonte në rrugën e Zotit, kurse ata refuzonin dhe porosisnin breza të rinj të mos i dëgjonin dhe mos e ndjekin Nuhun alayhis salam. Kështu vazhdonin brez pas brezi të përgënjështronin thirrjen e Nuhut alayhis salam. A që duan të përcjellim tek ju me anë historisë së Nuhut alayhis salam është rëndësia e thirrjes në rrugë të Zotit. Kur themi thirrje në rrugë të Zotit, duam të themi që ti marrësh të afërmit dhe shoqërisë dhe të flasësh dy fjalë aq sa di ti, me shpresë se Zoti do t'i drejtojë në rrugë të drejtë. Dikush mund thotë se unë nuk e bëj dot këtë, sepse nuk kam shumë dije. Por profeti sallallahu alaihi wasallam të thotë, përçoni prej meje, qoftë dhe një ajet të vetëm, nëse nuk di gjë tjetër, veç se një fjali nga Kurani, thuaje, nëse shikon dikë që nuk falet dhe i di pasojat e mosfaljes, thuaja, kush prej nesh nuk e di që ka xhenet dhe xhehenem, shpërblim dhe ndëshkim? Nëse i di këto, transmetoj të të tjerët dhe kjo është thirrja në rrugë të Zotit. Tani duhet ta ndërpresim, pasi është momenti i çelës iftarit, argjërimin të pranuar të gjithë argjëruesve. Selamun alejkum.